shkak të gjendjes së renduar, sidomos në Njerën Shput. Kjo familje nga viti 2013 ka qenë në trajtim. Disa herë janë marrë ata fëmijë nga prindrit. Po e merr veten shumë shpejt. Ministria në këtë aspekt e ka njësinë e inspektimit, të cilën veç e kemi aktivizuar dje dhe ju kemi njoftuar dje që me urgjencë ka shku me hetu rastin në QPS në Lipjan. Në atë QPS janë të paraparë 6 zyrtarë dhe aktualisht janë vetëm 3 zyrtarë. Kjo familje nga viti 2013 ka qenë në trajtim të qendrës për punë sociale në Lipjan dhe rrjedhimisht disa herë janë marrë ata fëmijë nga prindrit, por janë rikthyer prapë pas trajtimit. Në fakt në 25/9/2023 ju ka kthyer drejtave prindërve për fëmijët në bazë të një raporti apo një analize që QPS-ja e Lipjanit e ka bo. Nuk e kam në raportin preliminar pse e kam marrë këtë veprim, analizat pse kanë rezultuar në këtë veprim. Nga ajo që kam parë unë, fëmiu ka qenë në gjendje të vështirë, edhe në gjendje të renduar, jo vetëm fizike, me plagët edhe me pjesën shëndetësore që e ka pas, mirë po jashtëzakonisht i traumatizuar dhe pothuajse me shumë pak komunikim pavarësisht të moshës 5 vjeçare. Dje ju ka nënshtruar një ndërhyrje ku për shkak të gjendjes së renduar, sidomos në Njerën Shput, është bërë një intervenim në mes kirurgëve ortoped dhe atyre plastik. Sot është gjendja stabile, ka filluar pak edhe komunikimin verbal, gjendja është më mirë, ka pas një anemi të lehtë për çka të gjitha masat janë marrë që të evitohet përmes edhe transfuzionit të gjakut, por edhe barnave tjera. Me fjalë të tjera, gjendja në aspektin shëndetësor, po flasë në kuptimin e mbarvajtjes së punës sa i përket pjesës shëndetësore, është mirë dhe ka shkuar mirë dhe po e merr veten shumë shpejt. Mirë po ajo që e përmendi edhe Ministri Hoti, ajo që na ka shqetësuar gjithë është edhe kjo pjesa psikosociale e fëmijut, i cili shihet që fatkeqësisht ka qenë për shumë kohë në një ambient toksik, mos them komplet abuziv. Ministri ka të drejtë, nëse ka gjendje serioze në bazë të raportit të inspektoratit, të revokojë licencat për individ që janë ofrues të shërbimeve sociale në këtë apo kudo tjetër QPS në Republikën e Kosovës. Edhe një drejt tjetër që jepet me këtë ligj, por që pastaj nuk jepet me ligjin për vetë qeverisë lokale, është të revokojë licencën e QPS-s. Dhe nëse konstatohen vërtet shkelje nga qendra nga QPS-ja, atëherë unë ju siguroj që do të mbiren të gjitha masat ligjore që janë kompetencë trimën